Përshëndetje, miqtë të dashur. Po shohim sot energjinë e përgjithshme të tarotëve. Pra energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme është kjo. Mbretëresha e monedhave. Ju do të keni shumë shpejt bollok në jetën tuaj. Do të jeni si kjo perëndeshe bukurisë me dritën e universit në dorë në këto as të mrekullueshëm. Keni një lidhje pak toksike, një lajm të shpejt që do të vi drejt jush, sepse ju jeni një mbretëresh e shpatave, një person që dini të falenderoni dhe t'jeni një njohës universit për qiellin tuaj të pastër dhe për fuqinë që keni brenda vetes tuaj. I hypni kalit dhe kaloroni fuqishëm drejt perspektivave të reja të jetës tuaj. Në këtë kal të paqes, me këtë mantel të shpresës, ju kaloroni drejt perspektivave sepse ndihmoheni nga ky perandor, një njeri shumë fisnik që do t'ju ndihmoj nga të gjitha anët. Jeni një person human që ashtu si i verni monedat në një anë, ashtu dini dhe t'i peshoni në anën tjetër. Keni patur pak probleme me gjumin, me mendime negative, me pak stres, por një lajm nga ky kohum i bardh i paqes vjen në jetën tuaj shumë shpejt, që do të transformoj komplet jetën tuaj. Do t'ua bëj jetën tuaj shumë të mrekullueshme. Dyshi i Shkopinjve është një letër që tregon që ju jeni një person që keni gjithë botën të globit në dorë, por mbani një vuajtje shpirtërore për njerëz që keni, persona që keni në distancë, pra që i keni larg. Gjashta e kupave është një letër që tregon që ju keni pasur në fëmijëri një lidhje shumë të ngushtë me një pjesëtar të familjes dhe kjo ka bërë që në jetën tuaj ju të keni marrëdhënie miqësore, shoqërore, sentimentale në baza të sinqerta, pra të kenë në themelet e tyre sinqeritetin. Doni të largoheni, të merrni këtë rrugë, por jeni pak të dyzuar. Ju ndihmon një person që është shumë pozitiv, që i shkon fjala dhe ka shumë besim tek gjërat që ai bën dhe thot. Është një person shumë pozitiv. Është si një gjykatës në jetën e tij që vendos dhe jep vendime shumë të sakta. Ky është energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e